Ma vjet mirë që ju e përmendët dhe e kujtuat edhe intervistën e fundit që dham në fund vitit, ku në atë intervistë ne kishim kujtuar ose kishim thënë se disa prej investimeve që ishin në mbyllje të vitit dhe në fillim të vitit. Këtë të shtunë, emisioni Personazhe në Fokus sjell një intervistë të veçantë me kryebashkiakun e Kuçovës, Kreshnik Hajdari. Në një bisedë të drejtë dhe pa filtra përballë pyetjeve të gazetarit Ndriçim Gjoshi, do të trajtohen projektet dhe investimet kryesore në Bashkinë Kuçovë për vitin 2026. Fokusi i diskutimit do të jetë tek qytetari, cilat janë investimet konkrete që kanë nisur në të gjithë territorin e Bashkisë Kuçovë dhe si pritet të ndikojnë ato në përmirësimin e jetës së qytetarëve, cilat janë projektet më të mëdha zhvillimore që pritet të realizohen në periudhën në vijim dhe cilët sektor prekin ato, një bisedë bardhëzi mes premtimeve dhe realitetit të investimeve, ku transparenca dhe llogaridhënia vijnë në plan të parë. Mos e humbisni këtë puntat të shtunën në televizionin Apollon, ora 21. Dhe mundohemi të realizojmë ashtu sikurse mund të jetë më e mira për komunitetin. Në fillim të këtij viti e kemi realizuar dhe janë në mbyllje një pjesë e mirë e investimeve.